Faqja na ishte dikur, kujton sot heroin e kombit në 110 vjetorin e vrasjes së tij. Më 23 janar 1916, në Podgoricë, u vra pabesisht nga shovinistët malazez trimi i kombit, Isa Boletini. Isa Boletini lindi në Boletin të Mitrovicës dhe që në moshë të re ja kushtoi jetën çështjes kombëtare. Vetëm 17 vjeç, mori pjesë si luftëtar i lidhjes shqiptare të Prizrenit në betejën e Slivovës kundër forcave osmane. Ishte ndër mbështetësit e themelimit të lidhjes shqiptare të Pejës dhe një nga figurat kryesore të qëndresës kundër sundimit osman dhe synimeve grabitqare të Serbisë e Malit të Zi. Në vitet 1901-1902, u vu në krye të qëndresës popullore në Kosovë kundër ndërhyrjeve të huaja. Fillimisht përkrahu revolucionin Gjon Turk më 1908, por më pas u ngrit fuqishëm kundër politikave anti-shqiptare të tyre. Ai ushqua si udhëheqës dhe organizatori kryengritjeve të mëdha të viteve 1908-1912 në Drenicë, Mitrovicë, Shtime, Carralev, Podujev, Prishtinë e Mëgjerë. Në ditët e mëdha të shpalljes së pavarësisë, Isa Boletini udhëhoqi përfaqësuesit e Kosovës dhe u gjend në krah të Ismail Qemalit në Vlorë më 28 nëntor 1912. Në vitin 1913, si pjesë e delegacionit shqiptar në Londër, kundërshtoi me forcë vendimet e fuqive të mëdha për coptimin e Shqipërisë. Deri në fund të jetës, organizoi qëndresën kundër pushtuesve serbo-malazez dhe me urtësinë, trimërinë dhe përkushtimin e tij, fitoi autoritet të madh si udhëheqës popullor. Isa Boletini mbetet simbol i nderit, qëndresës dhe sakrificës për atë dheun. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton, Na ishte dikur.